Ju keni eksperiencë, keni bërë dhe simpoziumin e Hotit, ka qenë një nga aktivitetet më të mira që ka bërë shoqata Malësi e Madhe në atë periudhë, ku ka qenë Negleci kryetar, me sa më kujtohet. Edhe mendojnë të ardhmen, ju dini këto problemet politike, këto gjëra, po unë mendoj që Dek Xheluli nuk është vetëm politike, është një figurë në palcën e kombit shqiptar, për të cilin jo të bëni ju pse është jeni nga jo familje, por do të bëhen dhe në tjerë. Kështu që mendoj që të ardhmen le të jetë si e çelur. Ka mundësi, duhet pra po them, nuk mund të shkruaj vetë, se unë ja di historinë shumë mirë, po është më shumë e rëndësishme kur tjerët e shkruajnë në bashkëpunim me njerëzit që e din historinë e tina, kanë lexuar shumë libra për ta, dhe domethënë edhe shumë histori do është përcjell Gojlan, po megjithatë kështu e kem pas në shqiptar. Gojlan është kanë si libër barabar. Si arkiv. Si arkiv. Po. Gjatë punës tuaj si avokat, kur ndjeni shpirtërisht ngushtë, keq në pikpamja njerëzore? Aja është një pyetje shumë e vështirë me ju përgjigj, se mua personalisht më vjen keq që shqiptarizmi po çlyhet tepër shpejt. Duket se këta brezat e ri janë të mu çlye pa pas nevojë. Edhe mos me praktikua shqipen, mos me praktikua kulturën shqiptare, mos me praktikua të shoqërinë shqiptare, kjo më vjen, domethënë, shumë keq me pa se po noll. Besoj që faj ka edhe Shqipnia, edhe Kosova, sepse ata nuk kanë ndonjë program me diasporën, me mbajt për shembull siç e kanë Çifutnit. Çifutnit e detyrojnë për shembull Çifutin me shku me vizitua Izraelin në jetën e tyre. Kanë veset që janë të ndërtuar për Amerikan prej Izraelit, më thënë me prardhjen Izraele, për me shku me vizitua. Na nuk kem atësaj programit. Më thënë, nuk kem na resorte për shqiptarë amerikan. Nuk kem një marrëveshje për të ri që janë në moshën 16 dhe 18 vjeçare, për me i detyrua me shkua për me i përjetua, çdo jani, me përjetua jetën për një verë ose për një muaj në Shqipëri ose në Kosovë, ku janë shqiptarët me shumicë, ku flitet shqipe, ku praktikohet për çdo ditë. Ata besoj kite me i afru edhe ma fort edhe me i lanë, domethënë edhe aq ma shumë vullnet për mos mu çlyje. Po ajo infrastrukturë nuk ekziston. Ekziston në mënyrë vullnetare, se unë mund t'i çoj fëmijën e mi ku dua, adin, për çdo verë, por me institucionalizua është shumë më mirë se me lanë vullnetare. Me hapjen dhe funksionimin e zyrës, menduat se realizuat ëndrën amerikane, apo keni akoma ëndra të tjera? Për kaona e profesionit kam realizua ëndrën amerikane. Sepse me të vërtet kam pas sukses si advokat, dhe pak kush ka pas sukses të me kanë emigrant, sidomos në këtë fushën e qesteve civile, që janë shumë kompetitiv, shumica janë për aksident makinave, troka, për shembull, kamiona, sepse janë ma shumë kamiona edhe makinë, se janë vegla tjera që mund të bajnë zgjeder. Kështu që shansin e ke në jetë që kemi pas një goditje nga një makinë se një gjatë tjetër, sepse janë gati ma shumë makinë sa janë njerëz. Kështu që atë aspekte qesteve të civile merrem ma shumëtit, dhe në ta kom specializua tash 33 vjetë. Me dhanë, çdo gjë aksident personale që i ka njeriu, vetëm shumica janë kanë automobil, lloj-llojshme, motorsiklet, biciklet, makinë, automobil, autobusa, kamiona. Këto janë këtë, më dhanë, gjanat kryesore që i kam specializuar në to. Zyrja ka pas sukses të madh, sidomos në këtë
këtë fushën civile, sepse është një fushë shumë kompetitiv. Më dhanë janë pak advokatën që kanë sukses. Ke shumë advokatë, ke masë 45.000 advokatën vetëm në shtetin e Michiganit. 45.000. 45.000. Spakut. Edhe janë që janë të regjistruar me licencë. Dhe më dhanë për me pas sukses është shumë shtirë, edhe me specializuar edhe aq më shtirë. Kështu që kam pas sukses jashtëzakonshëm, e faleminderit Zotit e familjes edhe të mundësisë për me luftu edhe me pas sukses. Por në aspektin e jetës, në jam i kënaqur, se kam familjen mirë me shëndet, jam i martuar, kam 2 fëmijë, Aleksi, Gabriela, kam Nipe. E kisha një pyetje poshtë për familjen, por meqense ju nga është zonja dhe çfarë punë bën? Gruan e kam prej Shqipërisë, është lindur në Lezhë, në fakt në Balldrand, që është afër Lezhët, dhe është rrit aty deri që jem takua në Shqipëri, rastisht nga një taksist prej Rafshët Hotit. Kam pas edhe nanën nga viti diku në 1997, edhe atër jem takua, masë ne i kem ban lidhjet e jam martua me 1998. Ka emigrua këtu në Amerika atë vit jem martua dhe jetojmë zbashku tash gati 30 vjet. Ajo punon, është, si thëmë anglisht, është engjenier shpijake. E me thonë, merre me punë të shtëpisë. Një këshill, nëse do të dojnë ta sillni sot për shikuesit, në cilat raste njerëzit do të marrin avokatin? A shumë rëndësi me marrë advokatin sa ma shpejt, kur të kesh një goditje. Sepse strategjia me mirë mund të batë në filles. Ma vonë, ndryshojnë zgjarat, evidenci zhduket, nuk dokumentohet dhe më thënë goditja mirë, so shumë zgjana mund të rrillin të këqija me prit me marrë advokatin. Edhe një gjatë tjetër që tash është e rrezikshme është AI-ja, ajo të nep këshillim, e njëri mendon që AI-ja s'ka, nuk gabon, por në fakt AI-ja gabon, edhe me marrë AI-en si advokat, është shumë e rrezikshme. Se AI-ja nuk e ka eksperiencën se ka një advokat, nuk e din se me ka përballohet në gjyq, me cilën advokat, me cilën inshurancë, me cilën gjyqtar, këto faktora AI-ja nuk ka ide. Nuk ka ide se për të cilin gjyq mund të dalsh me çështje, nuk ka ide se çfarë gjyqtarit mund të njollin, si mund të sillet gjyqtari, a ka njoftim AI-ja në gjyqtar, s'ka njoftim në gjyqtar. Kurse unë kam njoftim, mua më njohin gjyqtarët të Michiganit, shumica aty sidomos në këtë rajonin e Oakland, Wayne dhe Macomb, këto 3 rajonet që shumica shqiptarëve jetojnë. Çfarë favoresh avokat të jep ligji amerikan kur një person nuk e bën një aksident ose një shkelje, nuk e di gjuhën angleze, si duhet veproj? Ajo është realisht gjyqi mundohet me veprua në mënyrë të drejtë. Por kur duhet pas aksidentesh. Po, pas aksidentesh. Jo, pas aksidentit, çfarë do të bësh? Kur zë polici. Ose vjen diçka domthon të arrestojnë, të marrin, do të flasësh, a nuk do të flasësh? Po, 100% ajo është shumicën e kohës është mirë mos me fol. Po me nejtë në heshtje dhe me kërku advokatin. 99.9%. Në është një gjë e vogël, po kupton që nuk ka gjop të madhe, nuk është një rrezik që të futesh në burg. Atëherë da mundesh me fol se ndoshta i pagon $200-300, advokati nuk duhet, sepse ke me paguar $1.000 advokatin me kursyet $200-300. Edhe atër bela. Por kur tjetë në pyetja është një çështje kriminale, ajo është pa tjetër në qofsen se prek ligjin kriminale me veprim, duhet me nejt në heshtje, pa tjetër. Sepse nuk është në gjatë që mundesh ti me thanë për me të zirë prej ati problemit. Se në qofsen se shteti ka faktet, a i s'ka nevoj për dëshmi të anë ose për të lanën atë tua. Po në qofsen se ti flet e rrezigon vetin me dhënë diçka që se kanë. Për me të kundërvun, për me të bashkangjit faktet kundra tejet, për me hum çështjen dhe me hum edhe lirin. Kështu që
99.9% e kohës, nështë edhe 100%, është ma mirë me nejtë në heshtje dhe me kërku advokatin. Nuk ka bo me thonë, jam në heshtje ose s'flas, po s'nuk flas edhe du advokatin. Shkurt, s'ke nevojë tjetër me thonë. Vjen advokati, këshillosh me advokati të ndihmon edhe mund me drejtua me çfarë strategji është mas mirit për ty e për çështjen tënde. Çdo çështje që është, pavarësisht se është e madhe, është e vogël, ajo ndryshon komplet. Domethënë, nuk janë dy çështje janë njësoj. Se janë si njeriu që janë dy njeriu që janë njësoj, edhe me kanë binok. Do të kalojmë tek një nga cilësitë toja që vazhdimisht keni qenë dhe jeni aktiv pjesëmarrës në aktivitetet e komunitetit. Si vlerësoni këtë event, jo vetëm për ju se ju e keni bërë, por edhe për tjerët për eksperiencë? Vetë vetin si një person i obliguam, më duket si përgjedhës i moralit që t'jam mbështetës i aktiviteteve shqiptare, sepse prej tyne jam vetë, kjo se na shqiptarët nuk e nimojmë janë i tjetrin, a i tjetri nuk nimon, atë sa të nimojnë shqiptarët tu. Dhe më thanë, kush e nimon Shqipnin, mos me nimon shqiptarët, kur kush? Pak e as pak. Mitë shtarë mujnë, po ata kanë me nimon, sepse na jem miqët e tyne, na shqiptarët jem miqët. Na o të regojmë se qka është Shqipëria, kush janë shqiptarët, në përmjet neve e shojnë se kush janë shqiptarët. Shumë herë për shembull gjyqtarët dhe advokatë të tjerë më thonë, tash e besoj që janë shqiptarët e mirë se të një ty. Tash e besoj që janë shqiptarët e mëshëm se të një ty. A din shumë herë kom ti e këtë, edhe ti gati për çdo javë.